Irani sulmon me raketa bazën amerikane në Katar. Mediat amerikane raportojnë se shpërthime po dëgjohen mbi Doha pasi Irani nisi një sulm me raketa ndaj një baze amerikane në Katar, citon CNN. Zyrtarët perëndimor thanë se Irani kishte qelluar me 6 raketa drejt një baze amerikane në vendin e Xhirit. Kjo vjen pas raportimeve të mëparshme nga mediat amerikane që thonin se Irani po përgatitej menjëherë të qëllonte me raketa një bazë amerikane në Katar. Kujtojmë se Katari mbylli këtë të hënë hapësirën e tij ajrore pas informacioneve se Irani do të godiste bazën Al Udeid. Kjo është një bazë masive jashtë kryeqytetit të Katarit dhe është seli amerikane për të gjitha operacionet e tij ajrore në lindjen e mesme, ku shërben edhe personeli ushtarak britanik me rotacion. Pas Katarit janë aktivizuar sistemet e mbrojtjes ajrore në bazën amerikane në Irak për shkak të dyshimeve për një sulm të mundshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë parë indikacione se Irani po bën përgatitje për të sulmuar instalimet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, përfshirë bazën ajrore në Katar, sipas dy zyrtarëve të njohur me çështjen. Zyrtarët amerikanë janë përgatitur për mundësinë që Irani të synojë objektet amerikane pas sulmeve të kësaj fundjavë.